familjen tonë, gjatë krejt viteve? Sakrifica më e madhe e jetës teme për familjen tem ka qenë shumë momente heshtja. Çfarë aspekti? Po në gjitha aspektet, momentet kur me të vërtet nuk kam mujt me hec, ka pësu familja jam edhe kam pësu une. Që sot është për vjetorin, cilën kam qenë une personi i pari i burgosën 1989 për situatën në Kosovë. Në atë kohë e kom ngritë zonën, mirë po më kanë që në Burg, në Leskovë, në Nishtë, në Beograd. Kështu që heshtja është më e mira. Që kam përjetu familjarët atë kohë? Po, jo familjar, po krejt njerëz kanë thonë hesht. Hesht edhe mos folë se në burgosin e kanë përjetur keq. Mirë, po fatmirësisht që u lirova që sa dhe mirë, jam shënës. Për juve sa u ka me pështirë me hesht? Po ndëgja, Zoti Madhërisht me thot një fjalë, shprehu, edhe në Koran edhe në besim është që njeriu mu shpreh. Mirë, po njerëz që heshtin, ata është një pjesë 50% që pajtojnë edhe me atë gjendje. Prandaj nuk duhet me hesht. Nuk duhet me hesht. Faleminderit. Mendoj qofsh. Fol për sakrificat e tua në jetë. Lezet s'kom po, se sakrifica në gjithë. E s'kom që flasë, për thërë. Sa ju kanë të vështira? Gjithë. Pe që i bojnë menë tëna të shtira. A kështë mujt me veçu në një anën për ty në vëmë? Jo, vëllaj, tëna se cëla me forë se shpërqe.